Protesta e opozitës i ha kokën kupolës drejtuese të policisë së shtetit. Ilir Proda është shkarkuar nga posti i drejtorit përgjithshëm të policisë këtë 1 mars. Vendimi u mor pas protestës së 28 shkurtit. Mësohet se Proda është shkarkuar me urdhër të kryeministrit Edi Rama, një ditë pasi policia e shtetit nuk arriti të sigurojë rendin dhe qetësinë publike gjatë protestës, ku hedhja e molotovëve nuk kurseu as institucionet. Ndërkohë në krye të policisë është komanduar Sokol Bishga, i cili prej vitit 2022 mban detyrën e zëvendës drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit. Ilir Proda u emërua në këtë detyrë në 2 tetorin e vitit 2024. Më herët ai ka mbajtur detyra si specialist i policisë kriminale, shef komisariati numër 2 në Tiranë dhe Bulqiz, si dhe drejtori i policisë së Elbasanit. Kujtojmë se në protestën e zhvilluar nga opozita me 28 shkurt nuk munguan molotovët dhe mjetet piroteknike drejt institucioneve. Incidenti më i rënd u shënua në vilën 31, ku hollën bomba molotov të cilat rrezikuan sigurinë e personave që ndodheshin brenda godinës që shërben si selia e fondacionit Art Explora. Si pasojë e shpërthimeve u shkaktuan edhe dëmtime në godin. Në lidhje me këto akte janë arrestuar 4 persona. Tashmë pritet që në policinë e shtetit të ketë zhvillime të reja, ndërsa mbetet me interes për të mësuar se kush do të jetë emri që pason Ilir Prodën në krye të policisë. Ky i fundit ka qenë jo pak shënjestër e sulmeve edhe politike, edhe nga vetë kreu i opozitës Sali Berisha.